Sot ishte nga ato pak të rastet që jam quar nga alarmi, edhe si gjithmonë që u qosh nga alarmi, të del gjumi në momentin më të papërshtatshëm. Nëse, për sa i përket stërvitjes së sotme, kemi vetëm një modifikim të vogël, kam shtuar një ushtrim më shumë, ose më saktë dy modifikime të vogla. Kam shtuar shtova machine shoulder pressing këtu, pra da bëj një set tek upri, dhe lateral raises nuk kam për të bërë më me të dyja duart, por do ta bëj unilaterale me një dorë secila. Dhe gjërat e tjera më duket sot mbeten pa ndryshuara, pastaj ditët e tjera kam bërë atje ca ndryshime. Kaq. Gjë tjetër? Po. Dhe nga java e kaluar kisha shtuar plus 0.2 kg. Kaq nacho. We go gym now. Okej, harrova të përmend një detaj të vogël tek video në fillim, është që flat chest pressin, kësaj e kam zëvendësuar me chest flies, dhe ky është ndryshim tjetër që nuk e përmenda. Normalisht dje i bëra, po prapë i harrova gjërat që bëra, kështu që kaq, gjë tjetër nuk kam ndryshuar. Pra, incline mbetet i njëjtë, fletin e bëra chest fly dhe shtova shoulder pressing. Këtu pastaj peshat një lloj përpiqemi që të përparojmë, let's see, 60 po. Bëj një warm up set. Okej, jo keq, rrizim qik peshen. Okay, Nacho, warm up set dyshi, here we go. Perfekte, bëjmë edhe i feeder set përsa kalojmë top set. Okej, bëjmë edhe këtë feeder set, dhe pastaj gati për top set. Okej, si që kishe të nxefja dhe njërë prapë qik tricepsat dhe supet. Okej, herë në fundit bërëm me 105, arritëm të zirnim 6 përsërite, kështu që kësaj herë i bie që të arrisnim peshen dhe i futëm 110. Tani normalisht synojmë për fundin e përsëritjeve, i cili është 4, dhe nëse nuk i kapim 4, bëjmë një back off set. Nuk është na pret një gjë. Here we go. Okej. Normalisht nuk e kishim të lejgje, është qik peshe rënd kur kalojmë kështu, sepse me 2.5 nuk e rrisim do, por me qenë se kapëm 3, e bëjmë një back off set, zdo ishe keq, me 100 mesaj. Okej, bëjmë këtë back off set, synojmë dhe këtu të pakën kapim 4 përsëritje, edhe po nuk e kapim nuk ka problem, si ka që të pakën ta kemi shtyrur qik mirë gjoksin. Here we go. Mendoj që do të kisha ngritur qik të gjën, po nëse s'ka që besoj se nxjerrin nga këtu. Okej, perfekte. 5 përsëritje, jemi golden. Kalojmë tani
chest fly, po me kavo. Okej, shikoj mirë që na duket 25 që këtu. Po na duket lehtë, kalojmë direkt te top set. Në të kundërt bëjmë një feeder set. Pastaj kalojmë direkt në top set. Thoya që është e përballueshme, po bëj dhe i feeder set, 2 përsëritje kështu domethënë me 40, sa të shikoj si do më duket 50 që ose këto tjerat. Okej, feeder set me 40 e pastaj shikojmë ku do bëjmë top setin. Mendoj që 50 dhe ishe ideale për top set. Let's go. Në rregull, top setin, si është thash, me 50 e provojmë. Synojmë pak në për 4 përsëritje. Minimum normalisht, pastaj maksimumi normalisht 6. Here we fucking go. Holy macaroni. Gjaj që më pëlqen tek kjo fly është duke qenë se nuk vjet punë tricepsi. Je më mirë me mind muscle connection të gjoksi. Dhe sado që për shembull mund të lodhesh tricepsi atje, ku të bëja flat press e kisha çit lodhur, masi nuk jep 100%, tu të paktën e di që si justifikim nuk është se kam tricepsin. Plus që e ndjen gjoksi më mirë. Se roli i gjoksit është që ta afroj crown deri të vjes të mesit të trupit. Tu mbyllëm chest fly, kemi machine shoulder pressing tani. Okej, këtu do bëjmë vetëm një top set, po si fillim bëjmë një warm up set. Edhe gjëja që bëra që do bëjmë ndryshe te kjo është që nuk do ta kap më këtu. Realisht më mira e mundshme për supin para ky lloj pozicioni është normalisht që të shtysh në këtë plan, por fatkeqësisht kjo gjëja ka divergjon këtu lart, bëhet ku a di unë si piramid, kështu dhe është vështirë që ti marrësh dhe brylat bashkë, plus që sigur më duket do dëmtoj supin, kështu që nuk është kapja më e mirë e mundshme te kjo. Qofse do ishte diku këtu do ishte mendoj më e mira. Kështu që kemi për ta bërë me kapjen tradicionale. Here we go. Një warm up set. Okej. Mendoj që jemi gati për top set. Okej, mendoj që do ta provoj me 62.5. Normalisht gjëja e vështirë është që ta nxjerr çik këtë lift offi. Ka vërtet më kushtuar goxha energji, por që nuk besoj se prish shumë punë. 62.5 pak nëse që të kapim 4 përsëritje, mund të jetë vështirë vetëm se ta nxjerrim. Edhe shpresojmë që mos marrim në copyright strike, se herën e fundit, videon e fundit që hodha, kisha 5 copyright strike dhe një nga ato ishte nga Young Zerka, diçka e tillë me kë isha e kënga dhe nuk e shikonte dot asnjë person territorin e Shqipërisë video. Tjerë sa ishin të bllokuara vetëm
në Rusi dhe Bielorusi, më duket. Nëse është në Prishtinë, mund të publikoja videon, po që këto këngët shqip sigur ta bëjnë puçin. Here we go, Nacho. Top set all out me 62.5. Oh, fuck. Na, shumë e rënd, bëj lift-offin kështu. God damn it. Shumë e rënd. Ok, me 52.5 herë. Ok. Po dhe ulla qik stolin, po ulla tani këtu. Dhe me 52.5 arrita ngre vetë. Po që kjo që ka realisht plumb te kjo këtu. Nuk e di ka i lev të çuditshme. E si po çoja. Kështu që këtu kanë për ta marrë shtrëngimin gjithsesi. Por do gjeni që ta ndihmoj që të bëjmë pak lift-up. Me këtë mbyllëm shoulder pressing. Kalojmë tek lateral raises. Ok, këtu me qenë se normalisht I kam në qikë supet anash të nxehura nga presi që bëra, nuk kam për t'i futur një warm-up set, nuk besoj se e shoh të arsyeshme, kështu që bëjmë direkte një top set. Herë në fund duket me 22.5 a 23 sa ishe, arritëm kapnin 8 përsërite. Kështu që thash, e fusim 25 sa herë, e rrisim qik më tepër, synojmë për 4 përsërite. Edhe në qëfëse nuk e kapim, normalisht këtu kemi 2 sete, kështu që e kompensojmë të setit tjetër në qëfëse të bëjmë një pak. Here we go, top set, njërë me të djathë. Ok, ishte thë 10 sekonda dhe bëjmë krahun e majtë. Dhe thoja që po bëju një lateralisht e ndje më mirë supin anash, kështu që në që ishe një zirje me mënd këtë gjë që ta kaloja nga të dyja duart me një, plus që kam edhe qik më tepër stabilitet ku marrën të këtë gjë, kështu që kalojmë një back off set tjetër. Back off. Ok, bëjmë edhe këtë back off setin me 20 sa herë. Muchos perfectos. Shlodhemi pak, kalojmë tek krahu tjetër. Okay, here we go. Nice fucking feeling. Okay. Çfarë kemi tani? Ti baro, kalojmë ti. Okay, avazi edhe këtu, bëjmë ja 2 set e nxemje, edhe pastaj kalojmë top set.
Easy. Okej. Gati për të upset. Në rregull, herën e fundit tani kapëm me 87.5, bërëm 4 përsëritje. Normalisht do të synojmë për 5 në kësaj herë. Dhe pse kjo gjëja është shumë torturuese, të merr frymën, të shtyp stomakun, duket sikur vjen për të vjedh. Po s'kemi çfarë të bëjmë. It is what it is. Lidhim strapsat edhe kalojmë në top set. O, sa plumë që është gjëja. Molli makaroni. Desh na doli stomaku nga barku. Figurativisht. Bëjmë një back off set. Te back off seti herën e fundit bërëm me 77. Jo, me 75 bërëm 7. Kështu që i futej 2.5, 77.5. Nxjerrim sa të nxjerrim. Deri në 8. Ama jo, deri sa të nxjerrim nga janë se bëjmë kardio. Motherfucking hell. Çekemi me pull down. Let's go fucking there. Okej, një ndaj gjë edhe këtu, bëjmë ja 2 set e nxemi, pastaj kalojmë direkt te top set. Gati për top set. Okej, ku shika logbookun me 95 çuditërisht ishim kapur 7 herën tjetër, s'kujtohet që kapëm 7. Megjithëse, me qenë se logbooku thoshte që kemi kapur 7, e rrita peshën, i futa normalisht më mirë mund të bëj edhe kisha futur me sa i bie ishte 95, ta kisha bërë me 97.5, po që thash fuck it, nuk po marri 2.5, e futa direkt në 102.5. Synojmë që të kapim 4 përsëritje këtu. Here we go. Lidhim strapsat and we get going. No. Okej. Ka dhe përsëritje, edhe se na lodhi e gjeja që ta ulnim. Shumë e rëndë gjeja. Sa vjen edhe nuk ju lot vetë peshat dhe nuk i ngrit dot peshat vetë. Që më duhet një person që ndihmoj. Bëjmë një back off set. Edhe kalojmë te krahët pastaj. Okej, tani back off set ne bëjmë 95. Synojmë gjithmonë, duket herën e fundit ishim bërë 5 me 95, synojmë që edhe këtu të përparojmë, po edhe nuk përparuam, nuk është se ka ndonjë problem të madh, përsa që po japim maksimumin.
Po 5. Ma fuck it, we take it. Që shë vërtet ajo që dyshin a lodhi. Më shumë po më lodh kjo gjë që ta ull, që du të varëm si peshk. Po që jo keq. Që kemi triceps push down të stoli. Ke bëm tek set në cemi, i nxefin që kemi tricepsit, dhe përsa gëllem, top set. Perfekte. Top set. Gati për të shku. Ok, herën e fundit me 82.5 kapëm 6 përsëritje. Kësa here synojmë me 85 paktën të kapim 4 përsëritje. Po që se shoh që na dhëmin shumë tendinat e tricepsit, atëherë mase nuk e bëj kalimin e peshës tek përsëritja e 6, po them mund të marr çik përsëritje më të larta, 8 përsëritje, dhe nëse e shoh pasaj që kjo gjë po bëhet, po them kronike, do i lë çik tendinat e tricepsit që t'i ikej inflamimi, edhe mund t'i bëj me llastiqe tricepset. Ky është plani. Nice, here we go. Top set me 85 synojmë për 4. Jo keq. Do thoya që i ndjeja pak, po janë atë gjendje që thush që ti ishe shqetësuese faktikisht, që mendoj që do vazhdoj me 85-ën, në base të 85-a nuk është se e bëj kalimin siç thash te përsëritja e 6, bëj tek e 8-a. Pra 4 deri në 8 repringi, so bër 5, jo keq. Bëj me back off edhe kalim te bicepsi. Ok, 82.5 back off set. Shohim sa kapim me kaq pastaj. Jo keq. 5 përsëritje me back off set. We're good to go. Tricepsit nuk e ndjeva më shumë. Saç mendova që do e ndjeja. Kalojmë për check-up. Ok, thash tani is videon, e ngjeca direkt atje kamerën, i fusimi se nëse më shpejt me sa ashtu 5. 22.5 plus 2.5 që 5. Edhe shkojmë besa direkt e top set. Pit stop. Gati për top set. Herën e fundit tu me 65 kemi bërë 8, që i fulla 70, se nojnë paktën për nëse 4 nësh e sigur që e kapim, po të shohim sa të kapim. Ai do jetë baza, e pastaj do progresojmë aty derisa të kapim, po dim prap 8. Here we fucking go. Ose 6. No, ok. Ok.
6 përsëritje. Bëjmë një back offset, edhe pozojmë qik. Në rregull, bëjmë edhe këtë back offset me 67.5, edhe pastaj ikim pozojmë. Fuck yeah. Ditë e bukur sot. Thuaj se progreson të gjitha, mos ka bofshë? Po, mendoj se po. Një progresuan po. Bërëm pesha të reja, kështu që e fillum javën duke s'po vjen fjala establish. Duke themeluar çado përparojmë herës tjetër. Nëse bën sens. Ikim pozojmë çik tani. Ok, Nacho, kjo është gjendja momentale, edhe pumpin pëlqen nga sot çuditërisht me thënë, edhe siç e vu të re kam hequr leshin. Nuk e di sa mirë mund të dukem realisht. Aty, për të fërmë çik më shumë te kamera. Për të thoja, trupi duket më mirë. Bëjmë një pozë kështu. Edhe muskujt e barkut nuk është se na kanë ur, faktikisht i kemi akoma intakt. Ta që hoqëm leshin duken më mirë faktikisht. Bëjmë edhe një lat spread. Së thaj që jemi keq faktikisht, po vetëm se ideja është që mase, jo faktikisht, ku shtova rear deltfly, në shtova nesër rear deltfly, që të na jep edhe atë bukurinë çik më shumë të supit mrapa, po të jetë pump. Do thaj që nuk është se duket keq faktikisht, dhe që dukemi mirë. Kaq Nacho, për sa i përket pozimit, bëjmë edhe double bicep. Kaq. Shihemi nesër në seancën e lowerit tani.